jemi në radar, me ne është bashkuar aktivisti, avokatja Mirela Jorgo. Zonja Jorgo, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën dhe kënaqësi të jem në podcast me ju. Ne po bënim një bashkëbisedim para se të nisnim podcastin, të hapësirë interviste dhe ju po tregoni të dhëna interesante që lidhen me figurën tuaj. Për faktin që ju i thoni gjërat ashtu siç e mendoni dhe jo të që janë sipërfaqësore. Futeni shpesh në botën e nëndheshme. Ne kemi një luftë që është aktive së fundi që ka përfshirë 3 shtete kryesore, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka përfshirë Izraelin edhe Iranin, por ju e shikoni në një prizmë më të gjerë. Çfarë mendoni për këtë luftë? Në çfarë pike jemi? Shiko, lufta që është lufta midis Amerikës dhe Izraelit pas goditjes së parë që bëri Shtetet Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit, por në bashkëpunim me Izraelin. Sigurisht që janë rrjedhoi e disa konflikteve dhe luftrave që ka kohët e fundit janë përfshirë, janë gati 50 luftra që janë si luftra të cilat fillojnë në një rajon, pastaj plasin në një pjesë tjetër. Dhe këto luftra janë o luftra permanente, o luftra që janë luftra të brendshme, konflikte të brendshme, dhe gjitha këto po e çojnë botën në një lloj konflikti të cilët vinë gradualisht duke i përfshirë të gjithë me radhë. Kjo lufta që plasi kohët e fundit me Iranin dhe ku është i përfshirë edhe Izraeli, sigurisht që ka ato skenat pas skenat që i themi në nënhije që sot bota ose opinioni publik edhe i di dhe si di. Ne dim fare mirë që para disa javësh plasi dosja Epstein që janë gati 300 milion faqe që janë publikuar, janë dhe gjysma të tjera të ende të pa publikuara dhe aty ishin përfshirë në skandale, ishin lider të qeverive të botës, të cilët janë përfshirë në pedofili, në abuzime me të miturit, dhe nëpërmjet këtyre ngjarjeve që ndodhen në dosjen e Epstein, sigurisht ata që janë korridorit të nëndeshme, i themun, dhe që është ajo dora e padukshme që komandon këtë udhëheqje në botë, mbahen për shantazhime të ndryshme dhe e kanalizojnë ose i japin rrjedh situatës politike në vende të ndryshme atje ku duan ata. Kjo lufta që plasi me Iranin kishte kohë që po përflitej dhe ishte përgatitur që në Gjenevë të kishte një takim por vendosej një paqe në lidhje me armatimin bërthamor që kishte Irani. Nuk përfundoi dhe direkt u shpall luftë nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës duke goditur Iranin. Mirë po mendoj që Irani nuk është Venezuela, siç ndodhi që kapi kryesorin e qeverisjes Venezuelës, ishte Maduro. Irani është një shtet shumë i fuqishëm, 500 vjeçar, për të mos folur për perandorin perse. Më thënë nuk ishte kaq e thjesht për të goditur, nuk këto vendime që merren sepse sot pash Donald Trump që kishte dalë dhe justifikonte për shkak të çarmatimit ose pjesës së uraniumit që kanë ata si element bazë i armës bërthamore që ka Irani. Nuk ka që një vendim kaq i thjesht për të marrë nga ana e Donald Trump. Aq më tepër që shumë zëra nga analistë shumë thonë që Donald Trump ka qenë i përfshirë në dosjen e Epstein. Dhe nuk përjashtohet mundësia që të jetë i shantazhuar në lidhje me pjesën e fillimit të luftës, që këtë më shumë se kushdo e do Izraeli. Izraeli niset për vetë faktin, jo vetëm nga pjesa e profecisë biblike, toka e shenjtë që pretendon Izraeli të ketë shtrirje si shtet. Ne dim shumë mirë, Izraeli është krijuar si shtet në 1948 pas luftës së dytë botërore. Por synimet e Izraelit kanë qenë gjithnjë për të shtrirë sundimin e vet në gjithë linjën e mesme. E filloi me Gazën dhe kërkon shtrirjen përtej bregut perëndimor të ketë kufi më të thellë, duke përfshirë Liban, Kuvajt e me radhë. Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një lobim të fuqishëm të lobim izraelit edhe në politikën amerikane. Kështu që e mendoj dhe them që patjetër që politika amerikane është ndikuar nga politika izraelite. Netanyahu është një figurë
që në opinionin publik ka marrë vlerësime jo të duhura, domethënë vlerësime, nuk mund të them vlerësime, po ka një lloj urrëtie nga ana e opinionit publik në lidhje me ato çka ka ndodhur në Gaza, sepse janë bërë masakra pafund tek civilët, bombardime, shkatrim të Gazës dhe ai bordi paqes për të cilën u krijua dhe të gjithë shpresonin që vërtet bordi paqes do të ishte një kontribut vullnetar të atyre vendeve që ishin vende të rajonit linjës mesme, duke përfshirë Emiratet, Arabinë Saudite me radhë, ku mendoni që kishte vërtet, domethënë siç e mendonte Donald Trump me deklaratat e tij publike, për të mos patur më luftra në rajon, po për të patur një lloj stabiliteti, të paktën stabilitet politik dhe strategjik. Unë e kam kundërshtuar dhe në mediat e tjera kur kam qenë e ftuar dhe nuk vonoj as 2 javë pasi kisha bërë deklaratë në një stacion televiziv dhe thash çfarë është ky bordi paqes. Kam patur kundërshtar të idesë sime që thosha bordi paqes për mua është thjesht një real estate që po bëhet me Gaza dhe ato planet e tyre ekonomike fitimprurse në këto luftra. Duhet të themi që luftrat janë vërtet fitimprurse për ata që iniciojnë këtë lloj luftrash nga ana ekonomike. Shohim Iran, Amerikë-Izrael kundër Iranit dhe jam shumë e sigurt që pavarësisht deklaratave që japin për të vendosur paqen, nuk mendoj se u intereson të kenë paqe përfundimisht në atë vend ose në ato zonat që përfshihet që quhen zonat linjës mesme, sepse nuk intereson dhe nuk kanë fitime mjaftueshëm duke patur paqe plotësisht. Edhe në qoftë se pas disa vitesh mendohet të ketë një lloj stabiliteti dhe të mos jetë kjo lloj lufte, prap stabilitet të plot 100% nuk do kenë ato vende. Janë vende të pasura me naftë minerale, kështu që historikisht ato vende kanë qenë në konflikte të herpasershme, duke nisur që nga vitet 50 e me radhë, me rënien e Shahut, ardhin e Eyatullaut dhe kohët e fundit me luftën që plasi nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës me vrasjen e Khameneit, arritën që sepse prapa ai regjim është vendosur i biri Khameneit, që disa media thoshin që është plagosur, sot mediat iraniane japin që nuk është e vërtetë si lajm, dhe po të vësh re në pjesën ndërmuese të lajmeve që jepen shpeshherë kontraditore, ka media në botë që japin sa goditje ka bërë Shteti Bashkuar të Amerikës, ka media të tjera që janë pro-iraniane që thonë sa goditje ka bërë Irani kundër Amerikës, pra është një mishmash informacioni që tregon se vendi përreth linjës mesme është në konflikt të hapur. Po e shohim se sa ka shpenzuar Shteti Bashkuar të Amerikës me këtë luftë gati vajti 3 javore. Mund të jenë mbi $10 miliard të harxuara, të shpenzuara nga goditja e raketave, dhe janë goditje, nuk janë shpenzime të pakta. Nëse do vazhdohet me këtë ritëm, dhe Irani ka arsenalin e vet ushtarak, nuk e dim ende se sa fshihet pas arsenalit ushtarak të Iranit, sa të fuqishme janë këto armë të Iranit, dhe a do përfshihen dhe vendet të tjera të rajonit, se po përfshihen dje ka patur një goditje që të një rakete që thuhet të shkapur nga ana e NATO-s dhe nuk është goditur Turqia. Domethënë është hera e tretë dhe Erdogani ka dalë duke paralajmëruar që mos vazhdohet më me goditje. Disa media thonë që nuk ishte nisur për Turqi, por ishte nisur për në Qipro. Ndërkohë Franca ka nisur dislokimin e anijeve të veta në detin Mesdhe. Kështu e shikojmë që edhe Europa është në një tension të plot për shkak të kësaj lufte që ka plasur me Iranin. Mirë, po ku ndodhet Europa sot? Sot Europa është shumë e dobët për shkak të luftës, e para për pandeminë dhe e dyta për luftën Ukrainë-Rusi. Gjithë arsenali ushtarak dhe gjithë potenciali ekonomik i Europës, pavarësisht se ka potencial ekonomik, është dhënë prej kaq vitesh që nga 2022 për Ukrainën. Sot Europa ndodhet e zbuluar komplet për shkak të këtij konflikti që nuk e di nëse do të përfshijë Europën apo jo. Izraeli jam shumë e sigurt që kërkon të përfshijë sa më shumë aleat, duke përfshirë
Europën, Ballkanin, vende të tjera, sepse intereson Izraelit të përfshihen vende të tjera kundra Iranit. Problemi është a do duoj Europa që të përfshihet në këtë luftë? Prap lexova sot në një media që janë lajme që nuk e dim se sa të vërteta janë, që Giorgia Meloni ka deklaruar që ne nuk duam të përfshihemi në këtë lloj konflikti. Po nëse del Meloni, para 2 javësh doli kryeministri spanjoll dhe tha ne nuk përfshihemi, jo, ai kundërshtoi fort edhe Bortin e Paqes, jo më përfshihen tash në konflikt me Iranin. Kështu që Europa është totalisht e zbuluar dhe është, s'dua ta përmend atë, është ende me brek në përkëmb, i them unë me këtë lloj shprehje, dhe nuk e dihet se sa do vazhdoj dhe sa do vazhdoj ky lloj konflikti. Nëse ky lloj konflikti do të kalojë 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, Europa është e ekspozuar komplet. Dhe nuk mund t'i vari plotësisht shpresa tek NATO. Jo vetëm Europa, pavarësisht se ka potencial ushtarak, por potenciali ushtarak të vendeve të tjera të cilat e kanë, sidomos Shqipëria, një që s'ka fare ushtri. Shqipëria e ka çarmatosur vendin, i ka çuar për skrap ato pak, jo pak, po ishin asete të mira ushtarake që ne i trashëguam pas 90-s, dhe sot ne dalim, politikanët tanë dalim në deklarata që na mbron NATO. Unë shpesh kam dyshimet e mia me NATO-n. E kam thënë shpeshherë, ky lloj organizëm ushtarak ka dashur shpeshherë që të çarmatosi disa vende. Dhe sot shumë prej këtyre vendeve që janë çarmatosur me idenë se na mbron NATO janë të pasigurta. Dhe me luftën në Iran po bëjmë pyetje. A vërtet është bërë mirë që janë çarmatosur vende dhe duke mbajtur shpresa gjithkohon te NATO? Sa do e fuqishme të jetë NATO? Secili do shikoj interesat e vendit të tij. Ne gëzuam në ato vite, tham, u futëm në NATO, fati madh që u futëm në NATO. Okej, në ditën në vijim do shohim. Nëse do bëhet pyetja, a jemi të riskuar apo a jemi të rrezikuar ne si vend nga lufta e Iranit? Deri diku po, për shkak të kampit të Mujahedinëve. Kampi i Mujahedinëve është ndër vendet e para që do goditet. Po tjetër, edhe për shkak të ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me ambasadën me Iranin që ishin për shkak të sulmeve kibernetike që patën në ato kohë. Dje par dje prap u artikulua dhe u thanë që janë sulmuar sistemi informatik i parlamentarëve, i deputetëve. Se sa e vërtet do jetë, do shohim në ditën në vazhdim. Domethënë mendoj që ka qenë dorë e Iranit. Nuk e dim. Të shohim. Do shohim dhe do nxjerrim një përfundim nga se qysh e tek. Por në kohën që po jetojmë sot, nuk është vetëm tensioni i një lufte me raketa dhe drone ushtarake. Tensioni më i madh sot është sulmeve kibernetike. Ne jetojmë në epokën e digitalizimit dhe Europa është vendi më i digitalizuar në gjithçka. Dhe ajo që riskohet sot më sot është pjesa e digitalizimit. Kështu që kjo luftë është një luftë e komplikuar dhe një luftë e përzier, një luftë që ka brenda dhe anën ushtarake dhe anën kibernetike. Europa nuk do të përfshihet për momentin sepse e shikon që ka pjesën e më të madhe të ekonomisë e ka shpenzuar për luftën e Ukrainës. Atë që shofu më komode në këtë luftën e Iranit e shikoj Rusinë. Rusia në këto momente me mbylljen e kanalit në Hormuz në Iran, u kalon 25% e naftës botës, është më komode për të thënë që Europës do të hiqni penalizimet apo do të blini naftën dhe energjinë tek mua, naftën dhe gazin. Vladimir Putini ka dalë para 3-4 ditësh dhe ka bërë këtë lloj deklarate. Në qoftë se Europa kërkon të bëj biznes me Rusinë në lidhje me energjinë, me gazin dhe naftën, unë jam i predispozuar, jam i gatshëm ta bëj këtë lloj tregtie, pse jo? Por është në dorë të Europës. Qoftë se Europa do vendosi të heqë sanksione, okay. Kështu që në këto momente Rusia del më komode. Mirë po,
Një opinion tjetër që e shikoj të artikuluar është opinioni që thonë goditja e Iranit nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës është bërë për shkak të Kinës që merrte naftën nga Irani. Mirë po shikon Kina po qëndron në heshtje. Ajo heshtja e Kinës është shumë për të analizuar në këto momente. Domethënë, nëse Kina do të ishte vërtet një aleat, dhe është faktikisht aleat i fuqishëm, sepse dronet spiune të Iranit nga Kina vinë. Domethënë, ato goditjet precize dhe të sakta që bëjnë dronet iraniane, që bëjnë raketat iraniane, janë nëpërmjet droneve spiune të kinezit dhe të rusit. Kështu që ata ndoshta ndihmë direkte ushtarake me Iranin nuk e japin, por indirekte ata e kanë dhënë pjesën ndërmuese të ndihmës së tyre. Kina ka bërë një diçka tjetër. Kina ka investuar në infrastrukturë në Afrikë, në rrugë, në hekurudha, në gjithçka. Dhe ku një shtet i fuqishëm investon në një shtet tjetër dhe pjesë e infrastrukturës, do ta detyrojë atë shtet ta drejtojë ekonominë e vet sipas interesave të shtetit që është investues. Kina me këtë plan ka ecur deri më sot dhe nuk po ndryri dhe nuk po flet Kina tash me pjesën që po ndodh me luftën me Iranin. Kështu që e shikoj një çik këtë pjesën e nuk është kaq e prermetik sikur po dëmton Kinën. Unë nuk jo. Ajo që po dëmtohet në këtë rast unë shikoj Shtetit Bashkuar të Amerikës, arsenali më të madh ushtarak e ka hedhur në këto 2 javë. Nëse kjo luftë do vazhdoj me këtë lloj intensiteti, sigurisht do ketë dëme. Aq më tepër opinioni publik botëror, duke përfshirë dhe opinionin e popullit amerikan, nuk e përkrajnë pjesën e goditjes së luftës, sado që të dalin me slogane apo me justifikime të tilla për ekonominë, për shkak të stënoheshim nga armët bërthamore të Iranit. Duhet përmendim një gjë, armë bërthamore më të fuqishme i ka Izraeli. Izraeli ka në një ishull të vetin, janë 100 koka bërthamore. Kështu që nuk ecet asnjëherë me idenë, Shtetit Bashkuar të Amerikës janë fuqishme ushtarakisht nga ana e pozicionit strategjik, për dikimin që kanë në vendet e botës, Europë, Ballkan e Merat, por nuk mund t'i thua shteteve të tjera kaq sovrane pavarësisht regjimeve që mund të ketë diktatoriale ose jo, se kjo edhe cilësimi i regjimit diktatorial i Iranit është një opinion që e shtron politika amerikane, por të pyesësh popullin iranian, pavarësisht protestave që ka patur aty, ata vazhdojnë ta duan atë lloj regjimi. Është diktatorial, s'është diktatorial. Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë dhe thotë të eksportojmë ne demokracinë në këto vende. Ata duan të kenë pavarësinë e tyre, kanë sovranitetin e tyre, vendosin ata fatet se çfarë duhet të bëjnë. Domethënë linja e mesme ka atë lloj fati që është e pasur në naftë e minerale, kështu që për vetë faktin që është e pasur në naftë e minerale, kërkon gjithkohën të jetë e synuar nga ana e shteteve të fuqishme për shkak të pasurive që ka. Edhe Afrika e njëjta gjë. Edhe Afrika, mos harrojmë që shumë fëmijë afrikanë nxjerrin diamantet dhe minerale shumë të shtrenjta në minirat e tyre duke punuar vetëm për $2. Kështu që do shohim në ditët në vijim se si do vazhdojë kjo luftë, por nëse kjo luftë do ketë shtrije në kohë, atëherë janë të riskuar të gjitha shtetet e botës për të qenë të pasigurta dhe për të sjellë kaos ekonomik dhe për të patur një riformatim ekonomik, jo vetëm ushtarak, por edhe ekonomik të vendeve të botës. Domethënë është një fazë vendimtare për të parë se si do jenë ditët. Për paqe nuk mendoj se do të jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës të tërhiqen, nuk e mendoj, sepse ka nga pas penalitete për sa i përket politikës amerikane, nëse do të vendoset të tërhiqej Shtetet Bashkuara të Amerikës, që nuk e shikoj si opsion. Po dhe për të vendosur një lloj paqe komplet në këto vende të rajonit linjës mesme nuk e shoh, sepse nuk kanë fitim të mjaftueshëm të gjithë ato që u përfshin në këtë lloj lufte. Kështu që ai rajon ka për të qenë her pas here burim konfliktesh, ndoshta sporadike, por do jetë kjo që do jetë. Jemi në fillimit e një lufte të tretë botërore gjithmonë. Nuk mund të them luftë të tretë, se sa mund të them një tronditje të fortë ekonomike. Domethënë do ketë një ndarje të fuqishme ekonomike në botë.
kjo do të jetë një inicio për të bërë këtë lloj, se sot luftrat, pavarësisht raketave dhe droneve, thash është një luftë digjitale, shkenca ka ecur shumë, por njëkohësisht ka dhe prapavijat e veta që mund të përdoret në dobit njerëzimit ose në dëm të njerëzimit. Kështu që është një luftë hibride midis kibernetizmit dhe luftës me drone ushtarake. A ka Europa ushtar të mjaftueshëm për të nisur në fronte lufte në Iran apo linjën e mesme, apo nëse kjo luftë jep inicio për të përfshirë edhe për të çuar luftra dhe në Europë dhe në vendet e tjera, të nuk e shoh, sepse e shikoj rinin e sotme, përgjithsisht të kësaj gjenerate që i thon gjenerata Z, jo aq të haftë ushtarakisht sa që kanë qenë para disa vitesh. Është gjenerat që vendet e lindjes ndoshta nuk e kanë kaq të zhbër pjesën e figurës mashkullore ushtarake. Europianët janë bërë më të zbutur nga pjesa, nuk kanë atë lloj, Europa nuk e ka patur atë lloj qëllimi për të forcuar ushtarakisht. Është marrë me probleme dytësore, thash, me probleme mjedisi, me problemet e LGBT-s, dhe nuk është marrë me atë pjesë që u morën vendet e tjera të fuqishme, Kina, Rusia apo Irani, që u morën në përgatitje të forta ushtarake. Sot Europa po ndihet vërtet para një situate të tillë, një realiteti të tillë të paprigatitur ushtarakisht, dhe frika më e madhe është pse duhet të përfshijë, se do kërkojnë ndihmë ushtarake, do bëjnë rekrutime ushtarake të rinjve të vendeve të tjera. Pse duhet përfshihet Ballkani, të rekrutojnë të rinj, qoftë nga vendi, nga Shqipëria apo dhe vendet e tjera, për t'i çuar ushtare për t'u vrarë, për t'u prerë për interesat e këtyre shteteve të mëdha. Kështu që nuk e shikoj, domethënë, këtë lloj lufte që u bën në Iran dhe vazhdon të bëhet në Iran të ketë benefite të mira për Europën. Europa në këto momente po e shikon dhe po kërkon të krijojë dhe të rikthej atë autoritetin e vet ekonomik dhe ushtarak që ka patur dikur, sepse u zhbë fare në këto 20 vitet e fundit. Kjo tregoti pjesë e pandemisë, problemet e mëdha që kishte në shëndetësi. Kjo Europë kaq fisnike dhe kaq, sepse gjithkohon ka qenë në hijen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të shohim në ditën e vijim si do vazhdojë. Zonja Jorgo thotë që kjo luftë, ky konflikt mund të sjellë pasoja të forta ekonomike, jo vetëm për vendet e përfshira, por edhe më gjerë. Shqipëria ku qëndron në këtë mes? Shqipëria në këto momente është në një pozicion as mish as peshk. Të vëm alarmi dhe të themi që është rrezik i madh, këtë nuk e themi dot. Po dhe të flen mbi dafina dhe këtë nuk e bëjmë dot. Sepse për shkak të dy arsyeve kryesore, kampi i mujahidinëve dhe ndërprerja diplomatike me Iranin para një viti e ca, për shkak të sulmeve kibernetike që ndodhi te Akshi, kur dolën rodhën të dhënat, dhe ja hodhën Iranin. Po nuk u provua kur dhe nuk u mor asnjëherë iniciativa për të investiguar dhe për të parë vërtet ishin këto hakerime nga Irani te Akshi edhe rrjedhja e këtyre të dhënave, nuk u bë, po u ra shkurt, unë ndërpret marrëdhënie diplomatike me Iranin që për mendimin tim ishte shumë e gabuar. Kështu që në këto momente besoj po, ndihet e rrezikuar. A do jemi ne në gjendje të mbrohemi ushtarakisht? Ne si shtet nuk kemi ushtri. Ne shkojmë dhe vazhdojmë ti mëshojmë fort idesë që jemi nën hijen e mbrojtjes së NATO-s, për shkak të atyreve qendra ushtarake që ka NATO, qoftë në Kuçov që është njëra, ka pjesë të tjera që ka në Greqi, në Kipër e me radhë, por të shohim. Mendoj se a është i përgatitur vendi jon për të përballuar një luftë? Unë mendoj se jo. A ka një vullnet nga ana e shtetit apo i qeverisë për të vënë dieni se çfarë do bëhet me popullsinë civile? Nuk e shoh këtë pjesë. A kemi patur ne vende strategjike për të mbrojtur civilët? Po, i kemi patur dikur, i kam thënë dhe vazhdoj të më shoj, po kemi patur.
Kemi patur qëndrime, kemi patur ato vetë strehime që kanë qenë në formë bunkerësh, kanë qenë mbi 2300 bunker në gjithë vendin, që ato bunker u keq përdorën, nuk u vendosën në shërbim sepse mendonim dhe thoshte kush do na sulmojë në një vend i vogël, ne ja që vjen një moment që edhe ti s'kishe arsye pse ti nxirje jashtë funksionit. A kemi tunele? Po, janë tunelet e ushtrisë. Ato tunele shpeshherë i japim në emisione tërheqëse kulturore apo tërheqje atraktive për turistët, janë tunelet. Tuneli një ndër tunelet më kryesor dhe më të rëndësishëm janë ajo që fillon nga Blloku dhe përfundon deri në Dajt. Po në qytetet e tjera të Shqipërisë sa të duash. A është momenti që në rast të një lufte këto të ishin bërë gati? Po, duheshin bërë gati, pavarësisht se ne jemi nën ombrellën e NATO-s. Mirë është që çdo shtet të ketë ushtrinë e vet. Ne kemi 2 shtete që si Serbia dhe Greqia kanë ushtrinë e vet, pavarësisht të situatave ose pavarësisht ngjarjeve që do të vinë. Ndërsa Shqipëria është totalisht e çarmatosur. Duke nisur që kanë ngjarjet e 97-ën dhe 98-ën kur u dha urdhër të mblidheshin armët komplet. Një pjesë e tyre u shitën në Afganistan, në luftën e Afganistanit. Qartë, zonja Jorgo ju thatë që goditjet e forta ekonomike mund sjellin dhe një rend të ri botëror. Në këtë rend të ri botëror, si do pozicionohen shtetet? Kush do të jetë? Nuk mund t'i them rend i ri botëror se sa mund të them rivendosje e madhe ekonomike. Është tingëllon më realiste kjo, rivendosje e madhe ekonomike. Kush do të dalë fituari? Nuk mendoj se do ketë të fituar me këtë luftë që po shpërthen në Iran dhe vazhdon të jetë permanente gjithë këto kohë, dhe nëse do vazhdojmë më shumë se 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, sigurisht do ketë humbje ekonomike. Europa po e ponjer. Po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk është se janë kaq komod dhe shikoj shumë analistë thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fuqishëm, po janë fuqishëm ushtarakisht. Por zgjatja në kohë e kësaj lufte do ta dobësonte qoftë ekonominë e popullit amerikan, qoftë dhe pjesë ushtarake, sepse deri më tani janë mbi 10 miliard dollar që janë harxuar ushtarakisht duke hedhur raketa dhe drone mbi Iranin. Kështu që kjo rivendosje ekonomike pasaj do shifet se si do jetë. Nëse futet dhe Rusia në pjesën e situatës në cilën është dhe kërkon të bëjë tregti me Europën, Rusia del më komode. Qoftë Rusia, qoftë edhe Kina. Për shkak të pozicionimi që do të kenë Rusia, Kina, India e meradh, do shohim Europa kë drejtim. Do filloj Europa të shkëputet nga ndikimi amerikan dhe të ketë atë fuqi ekonomike që ka pas patur dikur, fuqi ekonomike dhe ushtarake. Po shikoj që Europës po i del gjumi, nuk është më Europa e dikushme, për shkak të deklaratave që kanë dhe kryeparlamentarja e Këshillit Europës. Kështu që ata po shikojnë që nuk është më situata më komode për Europën dhe nuk mendohet se Europa do mbrohet nga NATO në rast të shpërthimit ose të zgjerimit të luftës edhe në Europë. Kështu që në ditën e vazhdim do shohim si do rrjedhin gjërat. Ju e thatë pak më herët që NATO është asociuar me SBA-n. Një SBA e dobët në sytë e gjithë botës në luftën me Iranin. Sa do e dobësonte integritetin e NATO-s kësaj aleance? Po e dobëson integritetin e NATO-s. Pavarësisht se shumë analistë përpiqen ta fshehin. Ne po e shohim. Irani nuk ishte kaq kafshat e lehtë për t'u kapërdir nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nuk ishte Venezuela. Irani është perandoria perse që ka qenë dikur 500 vjet shtet. Shka që thjesht me Iranin, që të godisi Irani dhe të mendojnë se të dilje kaq komode, dilje ballhapur opinionit botëror për të thënë që jashtë Shtetit Bashkuar të Amerikës janë të fuqishme. Po je i fuqishëm ushtarikisht, po shiko ku po godet. Dhe po e shikon që nuk janë në një situatë shumë të vështirë. Nuk e di si çfarë llogaritjesh, or bën dhe gabime njerëzore dhe llogaritje të gabuara politike patjetër që bëhen. Por nuk mund të vazhdohet për një teke ose për një psikoze e ngulitur prej vitesh,
nga ana e Izraelit për të thënë që ne jemi kombi i cili na kemi atë tokën e premtuar mbi linjën e mesme për ta shtrirë si shtet kudo, duke i fshirë nga faqe dhe u gjithë vendet e linjës mesme dhe duke përfshirë dhe Amerikën në këtë lloj psikologjie që ka Izraeli. Dhe prapi më shoh ides që dosja e Epstein po largohet vëmendja gradualisht. Nëse do t'i vihej investigimi deri në fund, do shikonim se si kanë rrjedhur ngjarjet dhe politika në botë dhe pse kanë marrë atë lloj drejtimi në lidhje me shumë çështje, qoftë ekonomike, qoftë ushtarake, nga ata që kanë qenë krerë të qeverive të botës, sepse janë të përfshirë në atë lloj dosje që i them dosja Epstein. Domethënë lufta e Iranit nuk është vetëm një shkak. Janë një grup arsyesh që është goditur Irani, qoftë fetare për shkak të islamit politik, qoftë për shkak të pozicionit gjeostrategjik që ka Irani, qoftë për naftë e minerale, qoftë për komplet çarmatosis nga ana e armëve bërthamore që mund të mbarte dhe mund të kishte Irani, kështu që janë një sër çështjes. Kur dalin shpeshherë analistë në studio i kanë përmend dikush përmend vetëm një dhe i mëshon vetëm një shkaku, dikush i mëshon një shkaku tjetër. Unë mendoj se janë gërshetimi këtyre shkaqeve që çuan atë goditjen që bëri Shteti i Bashkuar të Amerikës, Donald Trump ndaj Iranit. Meqense ju e cekët dhe dosjen e Epstein, pse mendoni që e gjithë bota, liderët kryesor botëror janë përshëndruar tek një bankier? Kaq i fuqishëm është një bankier që bën bazh gjithë lidera? Nuk mendoj se bankieri. Bankieri është individi i përzgjedhur nga ato korridoret e fshehta që stimulojnë ose instalojnë politikat në botë. Është thjesht një instrument. Nuk është se është një individ. Është përdorur për këtë lloj gjëje dhe shofesh, domethënë ato 3 milion faqe të dosjes Epstein dhe pam figura që as na shkonte në mendje që mund të ishin përfshirë. Duke përfshirë dhe nga pjesa e medias, dhe nga pjesa e artit, dhe nga pjesa e kulturës, dhe nga pjesa e ekonomisë, dhe nga pjesa e bankave, dhe nga pjesa e politikës. Domethënë, fakti që është tërhequr gjithë vëmendja në Iran e tërhoqi vëmendjen nga ajo pjesë delikate ku çifti Bill Clinton dhe Hillary Clinton po jepnin llogari para Kongresit Amerikan. Dhe mos harrojmë, janë dy figura shumë të fuqishme të politikës amerikane për kaq e kaq vite. Kështu që si punë e tyre janë dhe lider të tjerë të përfshirë të përmendur. A është Donald Trump? Është përmendur dhe Donald Trump, po askush nuk e di konkretisht se nuk po merreshin më, domethënë vëmendja u përqendrua te lufta dhe kjo goditje ndaj Iranit ishte goditje shumë e fuqishme. Dhe nuk u mor asnjë njeri për të parë, ore sa të përfshirë kanë qenë këta në shfrytëzim të miturve në atë lloj ishulli. Aty janë bërë krime kundër njerëzimit, janë vrarë fëmijë, janë hapur gropa të mëdha në atë ishull dhe pasi shfrytëzoheshin deri në atë lloj pike, janë hedhur në det në atë lloj grope. Kështu që është shumë e frikshme për të menduar në çfarë lloji petku ka jetuar njerëzimi për kaq e kaq vite dhe si ka degraduar dhe është zhvilluar kjo lloj politike në botë. Të shohim në ditën e vijim si do vazhdojnë situatat dhe nuk mendoj se do të jetë kaq e thjeshtë me Iranin. Pse mendoni që SBA-t godasin ose Azin ose lindjen e mesme sa herë ndodh një skandal politik në vendin e tyre? Kujtoj këtu Watergate-in dikur, goditën Vietnamin, goditën më pas Irakun, dhe tashmë edhe Iranin. Ka një lloj konjektiviteti që lidhet me këto shtete edhe për shkak përpavijës islamike? Ekziston? Po, është një luftë fetare, është një luftë e fuqishme fetare. Dhe ka për të qenë kjo lloj lufte. A e bën legjitime në sy të popullit amerikan një luftë fetare se sa ndaj nuk e bën nuk e bën legjitime, prandaj ai përpiqet të thotë, shikoj se ka patur pjesë të uraniumit, të armëve bërthamore dhe kërkon ta justifikojë vetëm se është goditur. Por pjesa fetare është pjesa më kryesore. Ajo luftë fetare që po bëhet në vendet e linjës mesme, por dhe me krijimin e ISIS. ISIS atëherë u krijua ka qenë në ndikimin e CIA-s. Ka qenë një grup terroristësh që përdornin fen islame për të bërë ato vrasje që bënin dhe rekrutime aq të frikshme
Dhe për çudi në ardhin e 2016 kur ka qenë Donald Trump, nuk u përmend më ISIS. Më thënë shumë teori, i thonë teori konspirative dhe shumë opinione në botë, thoshin që ka qenë dorë e CIA-s në krijimin e ISIS. Por ta bërë figurën e fes islame, për ta paraqitur si fe terroriste, fe kundërt me zhvillimin, fe ato vende dikur, vendet e Gjirit Persik ose Irani, kanë qenë Egjipti, janë vende ku kanë qenë shkencëtarët e parë të shkencave të natyrës, të matematikës, sot që kemi të informatikës, janë figura shumë të fuqishme, ka ardhur zhvillimi i botës. Por, më vonë, pasaj politika që janë ndjekur më vonë, kanë bërë në zhbërjen e asaj ideje, për të thënë dhe është luftë vërtet fetare. Pse në Emiratet e Bashkuara dhe Arabisë Saudite, gjithë ato zhvillimi atyre kullave të mëdha, kanë qenë investime izraelite në ato vende. Do thuash që kanë sjellë zhvillim në ekonomi, por kanë qenë vende ku ekonomia aty vërtet është forcuar, por një pjesë e tyre nuk u ndjen fare kur plasi lufta në Palestinë dhe në Gaza, kur vran me mira musliman në Gaza dhe në Palestinë. Këto vende që ishin në ndikimin e Izraelit, siç ishte Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara, ka qenë vetëm Irani që ka qenë në krah të Palestinës. Ndërsa vendet e tjera jo, sepse kanë qenë në ndikimin izraelit. Izraeli është shumë i fuqishëm tek pjesa e futjes në dorë të lider ose dhe këtyre familjeve mbretërore që janë në këto vendet arabe. Dhe kjo luftë që po plas është një luftë jo vetëm fetare, për shkak të dhe arsyeve të tjera që tham, por kërkon të krijojë një lloj konflikti midis vetë grupeve muslimane, sunitët dhe shitët, që kërkon të krijojë këtë lloj përçarje. Jo më kot kërkojnë me domosdoshmëri që të përfshijë edhe Turqia, po përfshijë edhe Turqia në këtë lloj lufte. Turqia është shtet i madh, nuk është shtet kaq të përfshihet në këtë lloj lufte në vendet muslimane. Kështu që mendoj që është një lloj lufte fetare. Dhe një pyetje të fundit, zonja Jorgo, ju e thot pak më herët që Izraeli është shumë i fiksuar pas profecisë biblike. Po. Në Bibël dhe Kur'an flitet shumë për Dejjalin në Kur'an dhe Mesian në Bibël. A mendon që janë pjekur kushtet për ardhjen e këtij personi që flitet edhe në librat e shenjtë? Ka disa mendimtarë që diskutojnë në këtë lloj forme. Janë këta, një pjesë e këtyre mendimtarëve të botës ose të fesë muslimane e përshkruajnë këtë pjesën e Dejjallit tek librat e shenjtë, por profecia që kanë ata, profecia biblike, është populli që kanë patur ata që i premtohej në kohën e filistinëve, që ishin popull pasi dolën nga Egjipti, ose ishte pjesa e Egjiptit në kohën e para shumë shekujsh, dhe Izraeli ose izraelitët që përmenden edhe në librat e shenjtë kërkojnë atë që të shtrinë dhe ta kenë atë që quhet tokë e premtuar. Tokë të cilët kërkojnë të shtrinë kufit e tyre përtej. Dhe ajo që përmendet në librat e shenjtë, për shembull në Kur'an, që thon për pjesën e Dejjallit, ata e përshkruajnë, se unë e kam lexuar edhe të gjitha librat e shenjtë, dhe shikoj edhe bëj krahasimin. Ata mendojnë se përmbysja e botës, shenjat e mëdha që i thon ata të kiametit, janë momenti që del Dejjalli dhe një pjesë të muslimanëve ata i gënjejnë, duke thënë që dielli del nga lindja dhe dielli del nga perëndimi dhe perëndon nga lindja, nis nga shenjat kryesore. Po nuk duam ta çojmë deri në pikën e diskutimin ton, por ajo që mendoj unë është një luftë fetare dhe është një luftë që i kanë shpallur pjesës së islamit politik në këto vendet e rajonit. Qartë, zonjë Jorgo, faleminderit shumë që ishit me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj në një formë krejt ndryshe nga të çimi mësuar të shohim. Faleminderit dhe juve për ftesën.